Brazili, shteti i largët i Amerikës Latine, ka lëshuar një mandat urdhër arresti ndaj Ervin Matos, një nga trafikantët më të kërkuar të drogës. Sipas CNN Brazil, ministri Alexandre de Moraes, ministri i Gjykatës së Lartë Federale të Brazilit, urdhëroi arrestimin paraprak të Ervin Matos, 38 vjeç, i njohur edhe si një manjat shqiptar droge, i cili jeton në Brazil. Urdhëri arresti u lëshua më 11 mars, por dekreti u publikua vetëm më 23 shtator. Çështja po përpunohet në mënyrë konfidenciale në Gjykatën Federale Supreme si pjesë e një kërkese për ekstradim. Ervini nuk është arrestuar ende. Qeveria shqiptare ka paraqitur një kërkesë në gjykatat braziliane për ekstradimin e biznesmenit në vendin e huaj, Shqipëri. Ai akuzohet për trafik droge, pjesëmarrje në një organizatë kriminale dhe shoqat kriminale. Sipas qeverisë shqiptare, hetimet kanë mbledhur prova dhe tregojnë se biznesmeni koordinoi trafikimin e 240 kg kokainë në Frankfurt të Gjermanisë në shtator 2020. CNN Brazil, teksa citon pamfletin, shkruan se Mata është në kërkim ndërkombëtar që nga nëntori i vitit 2023. Besohet se ai ka fituar 81 milion lek, ekuivalente me afërsisht 5.2 milion rand nga trafiku i drogës. I ratisuri dyshohet gjithashtu për organizimin dhe financimin e vrasjeve. Në vendim, ministri Alexandre de Moraes deklaron se paraburgimi synon të sigurojë ekzekutimin e çdo urdhri ekstradimi, dekretoi arrestimin paraprak të Ervin Mata, duke urdhëruar lëshimin e një urdhër arresti, përmbushje të cilit duhet i komunikohet menjëherë kësaj gjykate supreme, Ministrisë së Drejtësisë, Interpolit dhe përfaqësisë diplomatike të shtetit të interesuar, urdhëron ministri.